kulturës me fermerin. Sot jemi në fshatin Bistrovic të bashkisë Dimag. Sot të pranishëm janë edhe profesori i nderuar zoti Yusuf dhe miku im dhe bashkëpunëtori im i afërt, Lamur Ocaq. Qëllimi i këtij takimi sot që jemi ngjitur në rrezën e Shpiragut është për të diskutuar për rajonizimin dhe përshtatshmërinë e kulturës drufurtore Qershi në këtë zonë që është zona më tipike, mendoj unë. Këtë do ta sqaroj më mirë profesori i nderuar. Këtu, siç po shikoni, jemi në një blok qershie me moshë 15-20 vjeçare, domethënë në pikun e prodhimit, por fatkeqësisht, si vjet, patëm një goditje në kohën e lulëzimit dhe po të jeni të vëmendshëm, mund ta shikoni edhe vetë që kultura është dëmtuar jashtë masë prodhimi. Kemi lidhje minimale, shumë pak kanë rezistuar. Atëherë pra siç e tham, jemi për problemet e qershisë, quhem Yusuf Kaziu, ekspert i qendrës ABA për pemët frutore dhe dy fjalë që është kjo qendra ABA. Kjo qendër është një platformë digjitale që i vjen në ndihmë fermerit me teknologjitë përparuara për gjitha kulturat pemë frutore, vreshtat, ullishtet, për blektolin gjithashtu dhe bletën. Sot pra jemi për problemet që hasim ke qershia dhe çfarë masësh duan marrë në këto raste kur kemi dëme të tilla. Pra qershia është një kulturë që i shkon mirë klima e freskët, toka e shëndosh me pH neutral 5.6-7 dhe toka të thella dhe të kullura. Nuk është shumë tekanjose për sa i përket shërbimeve, që është e vërteta, përveç disa problemeve për mbrojtjen nga gomoza, që do të kena parasysh pra, dhe ose kalpëzimi, miza, ose si dëmtues miza dhe morri i zi i qershis. Megjithatë unë do të them kështu që kushtet këtu janë të favorshme për kultivimin e kësaj peme. Pra, siç thash, se qershia do, sidomos varietetet veçanta, duan një shumë temperaturë të ulta që diferencojnë për vitin tjetër dhe t'japin prodhimin e duhur. Pra, ne siç folëm edhe me fermerin, këtu është një kultivar burlati, i cili është me origjinë spanjolle, dhe e mira e këtij kultivari është sepse nuk kërkon pjalmus si gjithë qershitë tjera. Se tek shumë pemë frutore që të bëhet pjalmimi pra, kërkohet që të ketë edhe pjalmus, bimë pjalmuse. Kurse ky kultivar faktikisht ne e përjashton këtë mundësi, si thuash pra, vetë fertilizohet ose vetë plenohet. Megjithatë, unë them kështu që çdo fermer kur vendos që të ngrenë një plotacion, duhet të ketë mirë parasysh edhe kultivarin. Do ta marrë me pjekë të hershme, të mesme apo të vonë. Në këtë lartësi ku jemi ne, kultivar shumë të hershëm ka raste që dështojnë si vjet. Pra, do të jemi çik vonuar në lulëzim me qëllim që mos kemi këto dëme se ngrisat e 7-8 prillit na kanë sjell abordim të plot pothuaj të luleve. Megjithatë qershia duron deri në -2 gradë Celsius kur ka lidhur kokrën, por mos sa shohim, shenjat na tregojnë që temperatura ka qenë shumë e ulët sa -2 gradë Celsius. Atëherë pra, unë them që në këtë zona nuk do të jemi shumë në kultivarët e hershëm, po do të jemi me kultivarët e mesëm dhe i çik më të vonë. Tokat do të jenë të thella. Tokat e thata nuk i shkojnë. Këtu përgjithësi kjo, më sa shohim, kjo pjesë e terrenit, kemi pjesë të thata, po ne jemi pozicionuar në një zonë ku toka është kataban. Toka është e thellë dhe kataban. Atëherë pra, domthon fermeri tamam ka gjetë përshtatjen dhe ka çuar atje ku don qershia. Se investimet në pemtore janë investime afatgjata dhe gabimet që mund të bëhen në ngritjen e një pemtore janë të pariparueshme me kalimin e kohës. Prandaj them që në zgjedhjen e kultivarit, në përcaktimin e kultivarit ka shumë rëndësi. E dyta, çfarë do të kemi parasysh? Qershia preket, siç e thamë edhe nga disa sëmundje, siç mund të jenë bakteriozat ose kanceri. Pra këto dyja do të jemi shumë kujdesshëm kur marrim fidanin, të jenë fidan të certifikuar. Pra të dimë ku të marrim dhe dimë ku të blejmë. Me qëllim që gjithë investimi mos ta shkoj dëm dhe mos ta shkoj bosh. Pra, ti kemi si thuaç fidanët e pasur dhe të mirë. Fidanin duhet ta marr jam më shumë se 2 vjeçar. Tani i plagur pasaj si probleme në zënje edhe probleme tjera. Pra 2 vjeçar. Lartësia do të jetë rreth 70-80 cm. Fidani do ta ketë parasysh pra një fermer që kërkon të ngrejë një plantacion të ri dhe sistemi rrënjor do të jetë se zakonisht nuk bëhen me ato që e quajmë ne kubik ose buk dheu, kjo shitet me rreth të hapura. Si fidan, po ta shikojmë shumë mirë që
t'jeti veshur mirë me rrënjë, përveç rrënjë kryesor, t'jeti veshur mirë edhe me rrënjë të dyta. Tjetër, këtë pikën e shartimit. Shumë abuzojnë, se qeshia pra shtohet me shartim. Këtë pikën e shartimit të dallueshme, të jemi të bindur që morim varietetin që kërkuam ose që i përshtatet zonës. Këtë tani do të kemi parasysh edhe në shartesën. Pra, thashi, klima 1, koha e pjekjes varieteti 2, thellësia ose pjelleria e tokës na bën që në rastet ku nuk janë shumë të përshtatshme për qeshin, seleksionerët kanë punuar me nënshartesën e duhur që t'i shkojë terrenet dhe terrenet të vështira. Në rast se kemi toka të thata dhe të vështira, është mirë që mos përdorim nënshartesë vegetative. Se qeshia ka quhet nënshartesë vegetative, quhet që pra bëhet rritje intensive, qofse e mbjellim për shembull qeshin 4 me 5, në këtë rast e shkurtojmë distancën e mbjelljes, e bëjmë shumë më të shkurtër dhe qeshia mat formë tjetër. Pra, edhe këto do të kemi parasysh nënshartesën. Pra, duhet konsultuar me specialistin çfarë nënshartese të përdorim. Përdorim nënshartesë që i duron thellësirës, i duron pH-it, i duron gëlqerës, apo të përdorim një nënshartesë që nuk i duron tyre dhe mund të shtojmë me pemtorën tonë. Te qeshia gjatë mbjelljes pra, se 3-4 vitet e para shërbimet janë minimale ke qeshia, po rëndësi ka që kur bëjmë mbjelljen, t'i rrim edhe me sasi lëndësh ushqyese të domosdoshme. Që kryesisht ne rekomandojmë përdorimin e pleut organik 15 kg për grop, përdorimin e superfosfatit ose mund të jetë një plek kompleks. Dhe më tepër se 100-150 gram deri 200 gram për grop, dhe këtë ushqim e kanë në dispozicion bimët për 2-3 vitet e para. Pastaj shërbimet janë me vitin e kaluar. Po kur qeshia është në prodhim, çfarë do të kemi parasysh? Pra, siç e thash, theksova, nuk ka nevojë shumë për shërbime, se edhe krasitjet tek qeshia duhet të jenë shumë të lehta. Pse? Se qeshia preket nga po të thotë smundje, po ajo është faktikisht jashtësitja që bën kur ajo preket nga smundjet është gomoza, që është vështirë të menaxhohet në rast se i bie. Atëherë pra, edhe krasitjet nuk do të jenë ne përdorim një shprehje drastike ose të forta, me qëllim që të kemi plagë sa më të pakta, me qëllim që të mbyllen shumë më shpejt dhe mos bën porta për të hyrë edhe këto mikrobe, këto baktere. Këto janë gjërat kryesore pra që të kemi ke qeshia. Pra, kur shkrim ke krasitja, një krasitës i mirë, mjeshtër, duhet shikoj zhvillimin e përgjithshëm të bimës, çfarë potenciali ka bima, sa mund të marrë, hiqen detet e thyra, të vrara, të prishura, pastaj të bëhet me ndërhyrje me një rrallim ose det që kryqëzon njëra tjetrën. Qeshia ka tendencë të rritet me lidh der kryesor. Përveç kur kemi pemtore intensive, pra që ato janë forma, nuk e kemi këtu, ato janë forma kordon që janë forma detyruar ato, por në formën e lirë është me lidh der kryesor dhe me 2-3 kate. Përparësia e këtyre qeshive intensive që po sot bota drejt atyre po shko, me numër më të madh bimësh, por me lartësi më të vogël, po çfarë na ndodh? Rrisim cilësinë dhe e dyta, ajo që është më e vështirë te qeshia është procesi i vjeljes. Kërkon fuqi punëtore të lartë, po edhe lart nuk e kapim dot. Kurse këto forma të detyruara pra e marrim në atë lartësi që ne e kapim shumë lehtë, e menaxhojmë shumë lehtë. Pra këto do ta kemi parasysh. Megjithatë këto forma edhe tek vjelja pastaj do të kemi kujdes që dekat mos ta thyrën, mos ta sepse qeshia pra prodhon në pjesën buketore dhe ne po ta kpusim se për ashtu mund ta kpusim nga jashtë kështu bash si bistak, e kupto? Megjithatë këta e ke dëmtuar se kjo është jo vetëm plaut, por kjo pjesë që do prodhoj edhe vitin. Siç e tham, zakonisht ne rekomandojmë gjatë kur është në prodhim, rekomandojmë në kohën e fryrjes së syllave dhe në kohën e lulëzimit, para lulëzimit. Pjesa tjetër mos sa mund të jetë një në lidhjen e frutave. Por tek qeshia mund ta duket si çudi, por ne rekomandojmë që të bëhet edhe një plerim gjatë masi është vjetur prodhimi, si thua në mesin e verës. Pse? Qeshia diferencon për vitin e ardhshëm pikërisht në këtë periudhë. Pra, na duhet një sasi se lëndët ushqyese si thush janë konsumuar në prodhimin që iku, për të diferencuar për vitin e ardhshëm, pra ne duhet bëjmë edhe një plerim tjetër, zakonisht bëhet me superfosfat dhe kalium. Ka edhe plerime pastaj gjethore, tjera, po gjithmonë kjo niset nga shkalla e zhvillimit të pemës dhe nga pjelleria tonë. Demonstrimi i radhës që bëjmë për qeshin, në vijim do të na shikoni edhe në demonstrime tjera të qendrës ABA, qoftë me pemët frutore ose me kultura tjera. Gjithashtu, tek qendra ABA, të gjithë kush e shikon e kush e ndjek, keni një rubrik pyet ekspertin që në brenda 24 orësh japim përgjigje adekuate shtruese për çdo problem që ju lind juve gjatë punës juaj në fermat tuaja. Lloj terreni.
jemi në lartësinë thamë mbi 350 metra mbi nivelin e detit. Po. Cili është rekomandimi juaj për fermerin shqiptar? Ose pikërisht për fermerin nga Bistrovica? Zonat rurale kanë lidhur problemin ekonomik kanë lidhur me bujqësinë. Kryesisht këto zonë u them që ti kushtohen frutikulturës. Ne shohim që ka potencial të madh për në ullishte, pra mundësi të ullishtet. Qershia mund të jetë njëra, po këtu mund shkoj madomeni edhe Bajamja. Edhe këto ekspozicionet e veriut janë shumë më të mirë se ekspozicionet e jugut. Ndaj duhet ta thosh. Po, a kuptoj. Janë shumë më të përshtatshëm për Bajamën, pse? Se ne kërkojmë që siç tham ke qershia, Bajamja është një çik problematike se lulëzon është pema që lulëzon më herët nga të gjithë. Atëherë është bim entomofile. Që do thotë, pjalmimi, plenimi bëhet nëpërmjet insekteve. Në rast se është shumë i hershëm, atëherë ne nuk kemi bletë në çfarë problem, edhe kemi shterpsi. Kurse në zonën veriore ne evonojmë, pra artificialisht ne evonojmë lulëzimin, ashtu krahasim me një pjesë. Po këto kultivarët e përmirësuar që janë më të shkurtër, vilen më shpejt, a janë përshtatshëm për zonën këtu? Shiko Eldi, e thash edhe herë, këto faktikisht tham pra që quhen pemishte intensive, sepse dyfishohet numri i bimëve dhe bota po shkon drejt tyre formave. Ato ne nuk folëm gjatë për format e krahasitjes, po janë këto man kordon ose palmet me kate. Kordon, po ato kërkojnë sistem mbështetës po. Pra, jo se nuk i shkojnë shumë zonës, po kërkojnë terrene më të sheshta, më të mira, dhe nuk është absolutisht. Unë ta thash se ato kanë në çartesën vegetative, që në shumë raste nuk shkon në zonat që janë shumë të thyra ose shumë të pisura, se janë problemet e verës më sa që vjen fatësire të zgjatur që s'ke askush të vaditjes, edhe kështu që mund të shtojmë komplet. Po ama, në unë për shembull, po të jetë në zonat e ulta, nuk është puna se ndryshojnë si kultivar, ndryshon vetëm në çartesën në këtë rast, se ky kultivar mund të jetë prap, po ndryshon në çartesë. Unë them që aty ku është mundësia që të ngrihen pemtore intensive, sepse e kemi mangut atë fuqinë punëtore sot. Është shumë problem fuqia punëtore. Të kapësh lartësinë, për shembull, ky kultivar shkon deri 20 metra lartësi. Është shumë vështirë. Atëherë, më çfarë ta bëjmë vjetë? Do të shkojmë me vinç? Si shkojmë dot? Shumë mirë.